تتقطع وسيوفنا من نبضهم تتقطع جاهد بنفسك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falëndrimi dhe lavdrimi takon vetëm Allah subhanahu wa ta'ala. Ato e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Ndërsa salavatë dhe selamet ja dërgojmë zotërisë së pejgamber dhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij fisnike, shokëve të tij besnik, edhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Falëndrimi takon vetëm Allah subhanahu wa ta'ala që çdo herë robërve të tij ju bjen dita prej ditave të mëdha, dita ku robërit e tij na çdo herë gëzohen edhe në to vetëm se afrohen më shumë te Allah subhanahu wa ta'ala. Prej tyre ditave është edhe dita e Kurban Bayramit. Arsyeja e mbledhjes tonë sot përveç namazit sabahut është edhe arsyeja e festës Kurban Bayramit. Nëse vazhdojmë dhe hyjmë dhe lexojmë në histori se si ka ardhur dita e festë Kurban Bayramit, të shohim se piknisja kryesore është tek historia e Ibrahimit alayhi salam me djalin e tij Ismailin alayhi salam. Pastaj ditë e veçantë që e veçon këtë ditë është edhe vetë thirrja e kurbanit. Ku thot Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'an: "Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar." I drejtohet Allah subhanahu wa ta'ala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe i thot se na ty vetëm sa ta kena dhënë Kautherin. Kautheri është një lëmë prej lëmenjve në xhennet. Edhe Allah e ka murtu me emrin Kauther. I thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se na ta kena dhënë ty Kautherin, andaj falë për Zotin tënë, bë namaz për Zotin tënë, edhe thërë kurban për të. Fasalli li rabbika wanhar. Falë namaz për Zotin tënë, edhe thërë kurban për të. Prandaj dita e festë, dita e Bayramit është mshirë prej Allah subhanahu wa ta'ala. Edhe është një prej shpërblime më të mëdha që Allah subhanahu wa ta'ala ja ka dhënë umetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sepse simbolika vetë e kësaj feje vjen prej pejgamberit po prej Ibrahimit alayhi salam. Falamma balagha ma'ahu as-saya qala ya bunayya inni ara fi al-manami anni adhbahuk. Kur i drejtohet Ibrahimi alayhi salam djalit tina Ismailit se o biri jam, unë po e shoh në ëndër, që zisa herë po vjen në ëndër prej anës Allah subhanahu wa ta'ala, edhe po mërdon Allahu mua që unë ty me të thellë. Historinë të cilën të gjithë ju e dini. Histori e cila përmendet shpesh edhe kujtojmë shpesh në Mesreti. Ku Ibrahimi shkon edhe i thot Ismailit djalit vet se unë po e shoh nëndër se Allah subhanahu wa ta'ala vetëm se po mundon mua për me të prej ty, edhe me të bëu kurban ty. Edhe e merr djalin e vet. Edhe çka gjej më spori, pika e parë që na vjen pyetje neve se çka gjen ai te djali vet. A ka mujt Ismaili me ik prej tina, pe Ibrahimit? A ka mujt Ismaili me thonë çka shefti nëndër me armën prej mu? A ka mujt Ismaili me mos me ju bin babës vet Ibrahimit alayhi salam? E ka shumë pyetje që mundin me na ardh neve në kry. Sepse duke e bazu tash me realitetin ton sot, ku shumë prej prindërve nuk lypi prej fëmijëve tyre që mi prej ata. Por se shumë prej prindërve kur lypin diçka prej fëmijëve tyre, prej evladëve tyre, kanë mi gjetë ata duke ja kthy fjalën tyre. Shumë prej prindërve sot lypin diçka shumë më thjesht prej fëmijëve tyre, edhe kanë me gjetë që ata nuk i bindën baballarëve tyre ose prindërve tyre përgjithësi. Dërsa e shohim te edukata e pejgamberit Allah subhanahu wa ta'ala, te edukata e Ismail kur thot ja abeti. Abeti o baba jam, por se abeti në gjuhën arabe vjen kur i thu diçka hala më të afërt, më për afër kur e kije. S'ka mujt me thonë vesh ja ebi, o baba jam, por është fjalë ebi, është vesh fjalë përgjithësi. Por se i drejtohet Ismail alayhis salam babës të Ibrahimit ja abeti, o baba jam.
If'al ma tu'mar. Bëje ato për çka je urdhëruar ti. Vazhdo edhe veproje që ato se çka po të dhon Allahu ty. Se të gjithuni insha Allah min as-sabirin, sepse ke më gjet mua për atyre që janë dorëtar. Kjo është fjala që Ismaili i kthehet babas vet. Shkon Ibrahim i thot, po mbien nëndër, se po mbien urdhër prej Allah subhanahu taala, unë me të prej ty, me të bë kurban ty. Ismaili vetëm se e nënshtron veten e tina para Allah subhanahu taala i thot, o baba jam, vetëm se bëj ato çka je tu urdhnuti prej Allah subhanahu taala. Që ajo që ka përvjen ty, se ne e dim të gjithë se ëndrat e pejgamberëve nuk janë sikur ëndrat e tona. Ëndrat e pejgamberëve Allah subhanahu taala i ka dërguar tyre ëndra për më dërguar tyre shpallje dhe mesazh ndaj tyre. Prandaj e ka dërguar përmes ëndrës si urdhër dhe mesazh për me prej Ismail, për me bë kurban Ismailin. Edhe gjin Ismailin si njëri prej durimtarëve, edhe atyre që janë të nështruar ndaj Allah subhanahu taala. Prandaj kjo nuk ishte veç një ëndër, por se u kon edhe një mësim i përjetshëm edhe në shtym ndaj Allah subhanahu taala. Është edhe një mësim për neve se çysh na mas pari çysh me nxjerr mësime prej ngjarjes Ibrahimit me Ismailin babë dhe bir. Për mësimet e para që duhet na me nxjerr prej kësaj ngjarje është edukata që duhet me allon nga fëmijët tonë. Nuk është edukata me bu ato të nështrum ndaj teje, por se edukata është me bu ato të nështrum ndaj Allah. Do të thotë, edukat nuk është me bu t'i fëmijën tonë, ai më nështrum ndaj urdhrave të. Çun kom, ulu. Nuk është kjo edukata. Edukata është kur ti ja bën dashur atina fëmijës tonë, zemrën e tina, dashuri për Allah subhanahu taala, edhe dashuri për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kur ti arrin fëmijës tonë me ja bo qëtë dy sene, qëtë dy gjëra me jashtin zemër atina, atëherë morë nuk ki pse me ututën prej tina, sepse ai vetëm se ka më kon prej atyre që ty kanë me të respektu çdo herë, edhe kanë më kon prej atyre që ty çdo herë kanë me të ngu, edhe kanë më kon prej atyre që ty çdo herë kanë me të respektu, sepse nëse ti arrin që me ja bo dashur Allahun edhe pejgamberin tina fëmijës tonë, ai vetëm se ka me lexu Kur'anin dhe ka me pa aty urdhra që Allahu ja ka dhënë, edhe obligimet që Allahu subhanahu ja ka dhënë tina, dhe i prindërit ti. Pastaj kur ja bën ti dashur shëndetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ki me pas se ky në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka me gjetën obligueshmërinë që e ka për me ju bind edhe për me i respektu prindërit e tina. Kjo është mësimi i parë. E dyta është nështrimi ndaj Allahut subhanahu taala. Momenti i parë që është urdhënuar për me bëu diçka nuk ka menduar dy herë. Momenti i parë që është urdhënuar me marrë një veprim, edhe me prej fëmijën e vet, nuk ka mendu dy herë, por se rëgju, edhe ka vazhdu edhe ka dosh me qitë me njëren atë punë vepër. Sot na, ka shumë për obligimeve të feje që ndoshta nuk i dina, por se momentin e parë që i lexojnë edhe ose i nina për ndonjë hoxhe, ja nisni me bëu një analizë në kryin tonë. A bashkë shtu me bo që ta adhorem, ja nisni me e qitë një farë matematike në kokën tonë. Edhe nuk e morëm ato në shushmërin për me një herë. Pas ka urdhëruar Allahu, pas ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë me e qitë ato me një në veprën tonë dhe me bo ato me një në veprën tonë. Edhe tjetra është me kon i sinqert ndaj Allahut subhanahu taala. Mësimi tjetër që mund na nxjerr për këtyre ajeteve është edhe sinqeriteti ndaj fesë Allahut subhanahu taala. Ato se çka ka thënë Allahu në Kur'an, ato se çka ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, me qenë sinqert ndaj saj. Edhe nëse nuk ti, po ty ketë mundësia me i bue krejt ato se çka ka obligu Allahu. Por se ato të cilat i bën, ato adhurimet të cilat i bën, me i bue me sinqeritetin më të plot ndaj Allahut subhanahu taala. Përveç sajna, nëse simbolik e kurbani që i ka kur Allahu subhanahu taala e kërkon për Ibrahimit për me e thellë djalin e vet, andaj prej neve sot Allahu subhanahu taala nuk kërkon që na me i thellë fëmijët e tonë. Prej neve sot Allahu subhanahu taala nuk kërkon që ti më uzu tash me marr evladin ton edhe me bë kurban se është bajram. Por sa ajo që ka kërkon Allahu subhanahu taala është që ti me sakrifiku diçka prej pasurisë tonde, prej egos tonde, edhe diçka prej kohës tonde për hir të Allahut subhanahu taala. Diçka prej pasurisë tonde të cilën ti e fiton, sipas mundësive çdo herë, me nda për hir të Allahut subhanahu taala.
edhe me thyket egon tonë të cilën çdo njëri prej neve e kena edhe mbojnë në gjuksat tonë. Edhe me ndonë diçka prej kohës tonë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Sepse kurbani të cilin e prejna, ai qëllimi kryesor është vetëm afrimi te Allahu subhanahu wa taala edhe arritja e shpërblimit te Allahu subhanahu wa taala. Tha Allahu në Kur'an: "Lan yanala Allahu luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum." Te Allahu subhanahu wa taala nuk arrit as mishi ju, as gjaki ju, por se te Allahu subhanahu wa taala arrin vetëm devotshmëria ndaj tij. Kurbani të cilin ti e pren sot, mas namazit bajram. Kurbani të cilin ti e pren sot, çaj mish nuk ka më shkuar te Allahu subhanahu wa taala. As gjaki i tij nuk ka arrit te Allahu subhanahu wa taala. Por se ajo se çka arrin te Allahu me prirë në thirrjen e kurbanit, me kryen e këtij adhurimi, arrin vetëm devotshmëria të cilën ti e ke pe zemrës tonë. As sa i devotshëm te Allahu subhanahu wa taala, ajo ka më arrit tek ai. Prandaj ajo se çka kërkohet është që kur ta pren kurbanin, mas pari me e pastru njetin tonë. Para se me e prej kurbanin, para se me e bu këtë adhurim, para se me e fillu këtë akt, na me e pastru njetin tonë. Përveç se me e pastru njetin tonë, edhe me i ful nefsit tonë. Edhe me e prej kurbanin, duke e synu veç përblimin e Allah subhanahu wa taala. Edhe duke e synu me arrit atë se çka Allah na ka premtuar neve. Prandaj shumë prej dietarëve të seri kur flasin për festën, për Kurban Bajramin, tregojnë madhështinë e tij edhe vlerën e kësaj dite. Thotë Ibn Taymija, Allahu e mëshiroft, se thirrja e kurbanit është nga veprat më të dashura që afrojnë robën tek Zoti i te Allahu subhanahu wa taala. Për veprat më të dashura që bëhet shkak që sot këtë ditë me të afruar ty te Allahu subhanahu wa taala është edhe kur ta thësh ti kurbanin. Ma e mira e të mirës është që me e thirr kurbanin vetë ti me dorën tonë. Ma e mira e të mirës është që ti me e marr kurbanin edhe me e thirr me dorën tonë. Përveç sajna, prej veprave të mira është që kur ta thësh kurbanin me dorën tonë, me qenë prezent edhe familjarët e shtëpisë tonë, me qenë prezent aty, për shkak se kjo është prej veprave që ty të afron te Allahu subhanahu wa taala. E përmendin dietarët se momentin që ti e merr ati për me e thirr kurbanin, vetëm se kjo bëhet shkak që ty me të afru te Allahu dhe me e shtu devotshmërinë ndaj teje. Ne e dim se shumica atyre që shesin kurbana e kanë afruar edhe mundësinë që ata me ta prej ty, përveç tonë edhe me ta afruar te shtëpia. E ti mundesh me i thonë edhe me porosit ato që edhe qysh me ta ndoje. Këtë kjo është mënyrat e lehtësimit që i kanë bëu ata të cilët shesin kurban. Por sa vetë çka është më e dukura, më e kërkuara, përveç se ti me thirr kurban me ndodh diçka mi pasurisë sonde, më e mira e mirës është që ti me e marrësh atë kurban edhe me e thellën vet me dorën tonë. Edhe familjarët tu me kon prezant, edhe me e fshir ti duke e bërë akt, për shkak se nuk është kjo që pe thirrë kurbanin edhe tash kom mish. Por se thirrja e kurbanit është që ti të e kryen një adhurim pe adhurimin që Allahu subhanahu wa taala e ka dhënë. Je duke praktikuar në sunet pe sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe me këto, edhe kjo arrin deri tek historia e Ibrahimit alayhis salam me Ismailin alayhis salam. Thotë Ibn Qayyim, Allahu më shërof se Allahu nuk e do thirrjen për emra të tjerë. Ka pe njerëz të cilët kurbanin të cilin e marrin vazhdojnë edhe me e bu ato dhe me thirr në emër të diçka tjetër. Allahu subhanahu wa taala nuk e don që thirrjen e këtij kurbani ju me e bu për emra të tjerë. Por se thirrja e kurbanit duhet bëhet vetëm në emër të Allahu subhanahu wa taala. Prandaj pe kushteve është që ta merr kurbanin me bismillah, Allahu ekber, edhe me vazhdu thirrjen e tij. Tjetër çka është për me thy egon është se ti nuk duhesh me u krenua se so sasi, so vlerë ka çaj kurban të cilin ti e ke marrë. Por sa ajo se çka duhet me u krenu besimtari është që ta ka mundsuar Allahu subhanahu wa taala, me falendru Allahu subhanahu wa taala që ta ka mundsuar ty me kryen një akt, me kryen një obligim ti, me kryen një adhurim për adhurimin e tina. Prandaj ditën e Bajramit, para se me fal, pasi që ta fash ti namazin e Bajramit, edhe pasi që ta thërsh këtë kurban me sinqeritetin më të plot ndaj Allahut subhanahu wa taala, edhe me silimin që me arrit afërsitë të Allahut dhe me arritje vëshmëritë të Allahut subhanahu wa taala, ajo që kërkohet edhe
bamirësia të cilën ti ki me ndata që shkërbën me njerëzit e tjerë. Ajo se që kërkohet për te është që tash ti më kon njëri i cili që të aqja të adhurim që për e ban, e ndon edhe me tjerë. Aghnuhum anit tawafi fi hadha al-yawm, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ndihmoni të vogël, bëni që ata mos me pas nevojë sot. Bëni që të mos kenë nevojë të kërkojnë për këtë ditë. Do thotë, këtë kurban të cilën e merr ti me ndom ata të cilët kanë nevojë, me qëllimin që ata sot këtë ditë festës që është, mos me pas nevojë me kërku për dikujt tjetër diçka. Prej asaj se si ndohet kurbani, ajo që na kanë treguar dietarët është se kurbani të cilin ti e pren e ndon në 3 pjesë. Pjesën e parë e lën diçka për vetën tonë. Në pjesën e dytë e kurbanit e ndon diçka për familjarët e tu, ta afërmit e tu. Edhe pjesën e tretë kurbanit e merr edhe ndon për ata të cilët kanë nevojë. Çdo njëri prej neve e njohmi edhe e dinë ndonjë familje e cila ka nevojë. Çdo njëri prej neve kemi familjar që mujna më ia dërgu kurbanin. Edhe kjo nuk bëhet për diçka tjetër. Kjo bëhet vetëm se me i zbut zemrat në mes vetë. Se në momenti që ti i jep dikujt diçka, i afron dikujt diçka në sofrën e tina, kjo bëhet me shkaqe që Allah subhanahu wa taala me lëshue rahmet, me lëshue mëshirë mes këtyre njerëzve, me lëshue mëshirë mes këtyre personave, edhe me kështu dashurinë mes tyre. Prandaj ndarja e kurbanit bëhet në këto 3 pjesë. E para me familjarët e tu, e para për veten tonë dhe e dyta për familjarët e tu që me forcu lidhjen tonë dhe me farefisin tonë. Me forcu lidhjen tonë me fisin tonë këtë ditë festës, këtë ditë bajramit. Edhe tjetër është me çiti bamirësinë tonë dhe pejgamberin tonë për ata të cilët kanë nevojë, për ata të cilët ti nuk e ke afër, po e ke edhe më larg, po i cili ka nevojë me ashtu dashurinë mes teje edhe atina. Prandaj kur ta thet kurbanin është pe ajetet që Allah subhanahu wa taala tregon në Kur'an thotë: "Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Edhe thuaj se namazi im, kurbani im, jeta jem edhe vdekja jem nuk jam për kërkon tjetër vetëm për Allah subhanahu wa taala. Namazit të cilin e bujna, përveç namazit, çdo adhurim të cilin e bujna nuk e bujna për kërkon tjetër, nuk i drejtohemi askujna tjetër me këto adhurime përveç se Allah subhanahu wa taala. Kurbanit të cilin e prej, sakrificën të cilin na e bujna, nuk e bujna për asgjë tjetër, vetëm për me arrit devotshmërinë e Allah subhanahu wa taala. Por se edhe jeta jonë të cilën këtë jetë të cilin e jetojnë deri në vdekje, edhe vetë vdekja jonë nuk janë për kërkon tjetër, vetëm për Allah subhanahu wa taala. Se vetë jeta e rrugës, vetë jeta e besimtarit është adhurim, edhe është e nënshtrueshme ndaj urdhave të Allah subhanahu wa taala, sepse tha Allahu në Kur'an: "Unë nuk i kam kriju njerëzit edhe gjindet për asgjë tjetër, vetëm se ata të më adhurojnë mua." Qëllim kryesor i krijimit tonë edhe i gjinëve është vetëm se më adhurojnë Allah subhanahu wa taala. Do thotë qëllimi i krijimit tonë është nënshtrueshmëria ndaj Allah subhanahu wa taala. Tjetra te historia e Ibrahimit edhe Ismailit që e pam atje, e pam se sa Ismaili u kon respektues ndaj prindit vet. E pam se sa Ismaili ju ka nështru urdhrave të prindit vet. E pam se sa Ismaili alayhi salam ju ka bin edhe e kanë ngue çdo llaf të cilën e kanë një prej babës së Ibrahimit. Ajo se çka kërkohet prej neve, jo vetë shton, por se çdo herë kërkohet që na me më kon respektues ndaj këtyre prindve. Me kon dëgjues ndaj këtyre prindve, sepse tha Allahu në Kur'an: "Wa bil walidaini ihsana." Edhe me prindit tonë sillu mirë. Në shumë ajete të Kur'anit kur thotë Allah subhanahu wa taala: "Adhuroj Allah, mos i bësh shirk atij në asgjë", mas tyre dyjave e bjen: "Wa bil walidaini ihsana." Edhe me prindit e tu vetëm se vazhdo edhe sillu mirë. Nëse Allah subhanahu wa taala mos i që kërkon për ti që mos me adhuru diçka tjetër për veshtima, edhe mos me i bësh shirk diçka tjetër në adhurim, mos me bësh shirk ndaj tina. Nëse mas tyre 2 veprave të mëdha nuk kërkon diçka tjetër, kërkon mas te bil walidaini ihsana, e shati madhështitë që ka dhënë Allah subhanahu wa taala në Kur'an. E shes se mas si që Allah të obligon në kërkon prej ti që ti me adhuru ato, dhe bil walidaini ihsana, edhe me prindit e tu ti vetëm se sillu mirë. Se tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ridallahi fi ridal walid wa sakhatullahi fi sakhatil walid." Pa dyshim se kënaqësia e Allah subhanahu wa taala është në kënaqësinë që ti ja bën prindve tu.
Knatësia që sa është Allahu subhanahu wa taala i kënaqur prej teje, është se sa prindrit e tu janë kënaqur me ty. Wa sakhata Allahu fi sakhati al-walid. Edhe hidrimi i Allahu subhanahu wa taala është në hidrimin e prindërve të ndaj teje. Hadithi është sahih. Hadithi është sahih e transmeton Tirmidhi. Knatësia e Allahu subhanahu wa taala është në knatësinë se sa prindrit e tu janë të kënaqur me ty. Edhe hidrimi i Allahu subhanahu wa taala. Hidrimi i Allahut me ty, me robët e tina është se sa prindrit e tina janë të hidhur pe këtij pe evladit tyre. Ajo se çka e bën edhe më të dashur, edhe më të madhe këtë ditë, është dita e cila kemi lënë pas. Dita e Arafatit. Dita e Arafatit ku nuk ka ditë që Allah subhanahu wa taala liron më shumë të njerëz pe zjarrit e xhenemit se sa në ditën e Arafatit. Ditën e Arafatit, ata të cilët janë në haxh, vetëm se dalin para Allah subhanahu wa taala, edhe ndalin në kodën e Arafatit atje dhe vazhdojnë edhe kërkojnë pe Allah subhanahu wa taala që të mira dhe falje edhe vazhdojnë me bëu dua. Edhe transmetohet në hadithe ndryshme se Allah subhanahu wa taala vetëm se zbret në qiellin më të afër tokës, edhe krenohet me robërit e tina para melekëve. Krenohet me robërit e tina para melekëve. Por se ata të cilët nuk janë në haxh, nuk e kanë mundësinë që me dalë në Arafat, ajo që okon e kërkuar prej neve, është që na me pas agjëru këtë ditë. Përveç se me pas agjëru këtë ditë, me i pashtu veprat e mira në këtë ditë, me i pashtu duat e tona në këtë ditë, edhe me i pashtu kërkim falje prej Allah subhanahu wa taala në këtë ditë. Sepse pse Allah subhanahu wa taala e ka veçuar ditën e Arafatit? Pse Allah subhanahu wa taala e ka mallnuar edhe ja ka rrit vlerën ditës Arafatit? Sepse në këtë ditë, dita e Arafatit kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u kon në Arafat, në haxhin e vet lam të mirës, u kon ditë e xhumë. U kon ditë e xhumë dhe në këtë ditë zbret një prej ajeteve të Kuranit që thotë el-yawma akmaltu lakum dinakum. Do të sot unë ja përsosa fejen juve. Që ditë Allah subhanahu wa taala ditën e Arafatit e ka plotsuar, edhe ka përsosur fejen tonë, islamin tonë si fe. Do të sot unë e përsosa dhe plotësua fejen tim për juve. Edhe jam i kënaqur që e kam gjetur islamin si fe për juve. Një herë për hera treguat një ngjarje ku Omer ibn Hatabi duke ecë rrugës takohet me një jahudi. Edhe ky jahudia i thotë se sikur kish me kon që ky ajet. Një sikur kish me kon që ky ajet. Në librat e tonë na vetëm se çat ditë e kish më bue fest. Nëse që ky ajet, i thotë jahudia Omer ibn Hatabi, nëse që ky ajet kish me kon dikon për librave tonë, vetëm se na çat ditë e kish më veçu edhe kish më bue fest. Edhe i thotë Omer ibn Hatabi se përse në ajet e ki fjalën, thotë për ajetin ku thotë Allahu el-yawma akmaltu lakum dinakum. Thotë sot unë ja përsosa fejen juve. Thotë pasha Allahu thotë, na e dina se kur ka zbrit kjo ajet, edhe në vendi se kur ka zbrit kjo ajet, edhe na jena më parsor se që ditë na e pasëm për fest. Edhe na jena më parsor se që ditë për me mallu dhe me veçu këtë ditë. Nëse jahudia, duke e ditë vetën e vetë, duke e ditë që ajo është në këtë gabumën, duke e ditë që është i humbur, e ka ditë vlerën e kësaj dite. Edhe e ka ditë vlerën e kësaj ajeti. Sa më parsor jemi na që me veçu ditën e Arafatit. Sa më parsor jemi na që me veçu dhe me mallu që ditë. Sa më parsor jemi na që me ditë vlerën e këtij ajeti që ka zbrit në librin ton, Kur'anin ton. Edhe sa më parsor jemi na që me vazhdu dhe me adhuru dhe me shtu adhurimin dhe Allah subhanahu wa taala, jo veç këtë ditë, po çdo herë duke u bazu në ajetet e tina që i ka zbrit Allah subhanahu wa taala tek ne. Në Kur'anin që Allah subhanahu wa taala ka dërguar tek ne. Prandaj dita të cilën jemi sot, ditën e Bayramit është dita ku robërit çdo herë duhet të jenë falës edhe duhet falën në mesveti. Këtë ditë çdo herë çdo njëri prej neve vetëm se duhet me vazhdu dhe me frenu mllekën e vetë që e ka në gjoks. Këtë ditë vetëm se çdo njëri prej neve duhet me nal atë egën, atë mendjemallësin që e ka në zemrën e vetë. Edhe më kun njëri bamirës, më kun njëri falës, sepse tha Allah subhanahu wa taala, ata të cilët e frenojnë zemrimin e tyre, ata të cilët e nalin mllefin e tyre, edhe i falin njerëzit vetëm se Allah subhanahu wa taala i do bamirësit. Është premtim prej Allahut. Nëse ti je prej atyre që e frenon veten tënde, edhe e largon mllefin tënd prej zemrës tënde,
Edhe vazhdon me I fal njerëzit, vetëm se Allah subhanahu wa taala ka me kupën për atyre që I do bë mirë. Prandaj për këtë arsye në këtë ditë, me ata të cilët nuk ki mohabet, me ata të cilët nuk ki raportet mira nëse janë për muslimanëve. Ma e thjeshta që mundesh me bu një selam me to, edhe një përhaj bajram me to. Ma e pakta që mundesh me bu dhe që kërkur prej ti. Edhe pse kjo nuk duhet më kërku prej asnjëherë prej kërkujna prej besimtarëve prej muslimanëve. Por se në çdo herë duhet me këshillu vetën tonë, edhe juve. Se ma e pakta që shka mujna me bu ditën e bajramit është me dikon që I kina prish raporte. Me dikon që imi të e këshyr një tjetrin shtrem. Me dikon që zdojna me po me sy. Edhe është për muslimanëve dhe falesh njëtin saf, edhe falesh njëtin xhami, edhe e gëzon njëtin menhej me to, ajo se çka kërkohet prej tij në çet ditë është faktën vetëm me e pas një selam me to, edhe një përhaj bajrami me to. Sepse kjo bëhet shkak se në hadithe ndryshme, në transmetime ndryshme vjen se kur ti I jep selam dikujt prej vëllezërve tu, Allah subhanahu wa taala lëshon dashni edhe mshin zemrat e këtyre dy personave. Duke e ditur se edhe hadithin se nuk I lejohet besimtarit, nuk I lejohet muslimanit që me koni I dhun me dikon prej muslimanëve të tjerë më shumë se 3 ditë. Nuk duhet t'i ndihmi tyre me zgjat më shumë se 3 ditë. Andaj si bëhet pajtimi bëhet se vetëm se kur vazhdon ti edhe I shkëmben një selam me to, shkëmben një përshëndetje me këtë person. Prandaj nëse asnjëherë nuk e ke pasur çet mundësi më herët, nuk tu ka vënë rrethonat më herët që më u takuti me dikon prej muslimanëve edhe me vazhdu raporte, me përmirësu raportet tua me ta, dita e bajramit është mundësia më e mirë. Dita e bajramit është mundësia më e madhe që ti me u taku me musliman, edhe me nejt me ta, edhe me vazhdu edhe me përmirësu raportin ton me ta. Edhe me përmirësu raportet tua me ta. Prandaj shfrytëzoje çet mundësi. Shfrytëzoje këtë mirë prej anës Allah subhanahu wa taala. Shfrytëzoje çet mundësi që është problem që Allah subhanahu wa taala ka dhënë ty. Mos u bë shkak asnjëherë që ditë kur desh para Allahut dikush prej muslimanëve më u xhiku për shkak që ti nuk ja ke bëu halal. Por se bëhu për atyre që kur desh para Allahut subhanahu wa taala askush prej muslimanëve mos më morr llogari për ato shka ti nuk ja bën halal atina. Prandaj hadithin e transmetuar për Ibn Abbas, Allahu qoftë I kënaqur me ato që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se kur vjen nata e bajramit, quhet nata e shpërblimit, sepse Allahu subhanahu wa taala I shpërblen ata të cilët kanë agjëruar. Ata të cilët kanë agjëruar Ramazanin, ose ata të cilët kanë agjëruar këtë 9 ditë të Dhul-Hijjes, ose ata të cilët e kanë agjëruar ditën e djeshme, ditën e Arafat. Prandaj nata e bajramit çdo herë e ka pranuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, quhet edhe nata e shpërblimit. Prandaj dita e bajramit nuk është ditë ku ti vetë e veçon ato me një veshje të mirë ose me një ushqim që e veçon sofrën tonë. Por sa ajo se çka veçon ty, edhe muslimanët në këtë ditë e bajramit është takimi me njerëz për hir të Allahut subhanahu wa taala. Vizitat të cilat kemi I bëti me vllaznitë tu musliman. Vizitat që kemi I bëti me familjarët e tu. Edhe çdo herë duke e pasur ne vetëm se me arrit nësinë Allah subhanahu wa taala, edhe me largue çdo gjë, çdo mllaf të cilin e ki për zemrën tonë. Andaj çdo herë besimtar duhet që këto dita, këto kohë që Allah subhanahu wa taala ja jep atyre, ja dërgon atyre, vetëm se me I veçu edhe me I shfrytëzu në maksimum. Ditë e bajramit, ditë feste. Me ato të cilën nuk paske raporte, po e paske mundësi me I rregullu raporte. Me ato I cilin nuk e ke shku me vizitu asnjëherë, e paske mundësi në këtë ditë me vizitu ato. Me ato me të cilin nuk paske fol, paske mundësi që prej sot me fillu edhe me fol. Se është ditë e shpërblimit, është ditë ku Allah subhanahu wa taala e zbret mëshirën e tina në zemrën e besimtarëve. Prandaj çdo herë besimtari duhet me thirrë te Allah subhanahu wa taala me sinqeritetin e tina. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. O Allah, pranoje prej neve. Edhe pranon nga ne vërtet ti je dëgjues dhe I dishni. Ajo se çka kërkojmë ne duke këshilluar veten edhe juve që në këtë ditë shfrytëzoni ditën që me largue hasedin e ju, me largue notën e ju, me largu mllefin e ju për zemrën tonë. Shfrytëzoni ditën që me I vizitu të afërmit e tu, me shtu dashurinë tonë mes familjarëve tu edhe faratirësit tonë. Shfrytëzoni ditën që këtë ditë me u taku me vllaznitë tu për hir ditës bajramit, me largu mllefin tonë me ata, me largu notin tonë me ta edhe me u bë shkak këtë ditë që me shtu dashurinë tonë dhe me vllaznin musliman. Andaj ne lutim Allahun subhanahu wa taala që në këtë ditë feste me I gëzu të gjithë musliman ku do të jenë ata,
Elusim Allahun subhanahu wa taala që çdo smur për muslimanë Allahu më shëru, çdo të vdekur për muslimanë Allahu më mëshiru. Elusim Allahun subhanahu wa taala që çdo kush për besimtarët e tij është në përburgje Allahu subhanahu wa taala më i liru ata. Elusim Allahun subhanahu wa taala që në këtë ditë feste Allahu më ndihmu muslimanë kudo që janë ata. Aqulu ma tasma'una wa ana khalfa wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.